Përshëndetje mes shok, vëllezër, dashamirë, kudo që jeni, ju përshëndes nga thellësia e zemrës, unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës. Sepse sot është 20 vjetori që kam fillu me mbledh shishe, konoqe, edhe kështu në që punëm ka hecë mirë e marë, jam i lumtur. Në fillim, po ju kallëzoj, kom pas pak vështirë, se në fillim mbike marre, mbike turp, kur i pasha shishet, kur kish njerës së një masha, veç i këshësha, po së një masha, po u dashke, për shemëll, mu udrën, kishe menja kam naj guri, apo dishka në kom, edhe me hek pocën aty, edhe ato gjinja kaleshin, tani si kaleshin ato në masha shishën. Ose të kontat kur afresha, për para e kalësha cigarën, pastaj kishe menja po shkoj me shkun cigarën, e zgaqa kryesisi, edhe e këshësha ka në shishën ta. Mirë po, disa kishin pas mbledh para mje, se kur ku mbledh shishën, do me thonë 2006, do me thonë, atëhere, janë konë shumë pak vejtë të mbledh, a i mi konë 10 vejta, e shumë pak jemi konë. Mirë po ato kishin pas mbledh para mje, ato kishin pas jek marrën para mje, unë të pritën se pa hecin gjithë në zi, veç ku ma marke dikura, thëshe o zot, shkanë të bo këta mi marrë shishet, unë këto porri kishe menja pe marrë se një mashë. E kështu në që do me thonën, e kum pas vështirë, se u dashke si e pasha në njëri, te kape lansha, kishe menja veç kështë të këshyra, se jo, i lansha si marsha, po tjertë mi mblashin. Kështu në që në fillim prej turpit mblasha, po jo shumë, së kërsat. Atëherë mblasha për shemëll, pi marrës, ti lanën që ashtu qëtër kosh mi marke, nxersha 5 euro, 10 euro në ditë. Mirë po kur i nxersha 10 euro, kur ishit që shishet, mu kujtoj ke fjale babës temra me të lija, thëke, e mër birë, thëke une, për mi rrit juve në atë kohë, kom punue gjithë ditën në shi, nësit, për 1 kg buk. E kur e bajsha hesapune, i nxersha 10 euro, 10 euro, vishin 20 kg buk. Hythesha Miriam, 20 kg buka e babem ka punu për 1 kg era me të lija, e unë 20 kg. E një mujdit që ashtu kum hek, tani kada këdal, tu me hek marja, dikura të mbledh ma shumë, dikura zuna mi mbledh ka, që i thënë të sy një unë, së zgjinjët kur, dikura zuna mi mbledh ka 20, ka 30 hytit, që ta he për shdo dit, për 4-5 orë të mbledhi, i nxerri 6-7 euro në dit. E 6-7 euro në dit nuk janë pak pare. Atëherë kur i nxersha 10 euro, u gëzësha. Kur që sot i nxerri 6-7 euro, thëmë pak ku nxerë. Se si një spongike korë. Edhe kështu në që, do më thonë, po jo të regoj se në Danimarkë shitën shishet me copa, për shembull. Jo, së kur në Kosova, në tjera dhejnë që shitën me kila, po këto shitën me copa, për shembull, që ke limenk, është 25 cent. 25 cent. Kjo shishja e plastikës, kjo është 30 cent. Ndërsa shishet e mdhoja që i kemi, këto në 2 litra, këto janë 50 cent copa, kjo në 2 litra. Edhe gjantat, këto gjanta piva, shiten 20 cent. Edhe kështu në që dhe më thonë, mbledhën, dikon 20, dikon 30, dikon 50, e kështu që mbledhën. Shikoni pra se si i kam të mbushura shishet. I kam të mbushta, këtu në dhe më thonë që pja u kalzej, të janë turbat që i kam shishet e mdoja, gjantat, e në tjetër nani kam tani thast, ja u kalzej o thast. Shikoni.
më thonë, të janë shishet e gjanta, plastikës, të mëllojat, ndërsa këne i kanë post e mosht. E një thes që thash më qëtë 6 euro, 7 euro mbarët, se si e bushi, që këtu i kanë për shembull o thos, këtë i bashkë sta pizon mas pakti pizon 60 euro, se ka doj që e si 60 do 70, por një pizon kitë ka 60, pizon 70 as një që ku i kanë të mosht këtu. Edhe më thonë deri në fund i kanë të mosht krejt fast. Po pizon veç të shajkun bagaritone, o thos, ka 60 euro që 600 euro. Plus këta se këmë zonë heq këtë gjymësa, se kjo gjymësa lasë mush. Po edhe kjo ka 30 euro. Dhe më thonë, kur ti llogarit veç që të thos, i vinë 630 euro, po plus të mujat, plus gjantat që i kam me këto, dhe më thonë veç vonë 700 euro që në podrum i kam me shishe. E kjo është puna që e kom bon, dhe më thonë gjithmonë, e sot i mbushi plot 20 vite që s'jam dalë kur. Po qka u konë me interesant, se unë s'jam dalë as në shi, as në borë, as kur u konë koronavirusi. E unë koronavirus kum lidhë, dhe në që ketë unë alë që në më shelqin në për shpia, unë e kum lidhë. Edhe ato barë me jo konë interesant me mjekun, unë na i bajke testin, edhe kreti që t'ke e kanë koronavirusin mund që t'kesi. Edhe unë e theshe qysh thash mjek, thash, unë e thash deri në qapë është i krahin kontat bërlokjet, aty në të mlija shishe, kapi me dorë maska, kapi me dorë dorza, e thash, mu s'po mbje koronavirusi. E di që kam tha mjeku? Tha ti s'bje koronavirusi, se tha ti gjithmonë rritu mbje shishe, tha, e tu ka mush trupi me baktere, tha, për që ta s'bje koronavirusi. E kështë që filloj një ajgare me mjekun nasi, po do më thonë unë s'jam nalë, ndash pat shi, ndash pat borë, ndash pat do më thonë në zetë, unë e di kur nalëna. Vetëm kur shkojnë pushime në Kosovë, që atëherë një muj ditë nalëna. Kur të kthejna pe Kosovës, monës nalëna. Gjithmonë mbledhi shishe kështu në që ndash ke Bajram, ndash ke Vitiri, ndash ke fejse 28 nëndorit, ndash ke 17 shkurti, e une nuk nalëna pse unë fejstën e festoj, mas i të vinë shpe, kur ti bi shishet e ta di që e këm zerë ditën 60 euro, atëherë vej festoj, sa jam të punu, s'kam vaktu në me festu. Unë jam gurbet, për shka këm martu me fitu, nësë këm ardhën këtu në menejton, pëse më pilqen dhe një marka, se mu më shumë pilqen veni jam. Po, dohët me punu, pa punë s'ka kur gjo. E kjo dhe me thonë është që une mbledhe shishe gjithmonë.